E pse I dhënohen njerëzit mes vete? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu dy smundje shoqërore që janë shumë të rrezikshme, edhe janë fatkeqësisht tani shumë të pranishme në jetën shoqërore të njerëzve. E para është përgojimi, e dyta është spionimi, bartja e fjalëve. Këta janë dy smundje që përpara kanë qenë më shumë të pranishme te gratë, puna e përgojimit, mirë po tash burratve kanë kalu grave. Aq poshtë ka ra pazari që nuk mbledhen dy burra me thonë në kafe, e nuk e nisin muhabetin me e pabe filoni, edhe nuk e përfundojnë muhabetin e pabe filoni. E nis edhe mbaron muhabetin në kafe, tu fol për X-in dhe Y-in, edhe ketë muhabeti që e bëjnë kafe është përgojim. Tua them vllazni, kam dëshirë që ta nënvizoni me vit kuqe rëfundi. Përgojimi dhe bartja e fjalëve janë prej mëkateve të mëdha. Janë gjunahe që nuk t'i falë Allahu Dhu Gjelal me abdesin që e merë, e namazin që e falë, e gjumon që e falë, e agjërimin që agjëron, nëse ti nuk pendohesh sinqerisht për atë mëkat të Allahu Dhu Gjelal. Se mëkatet e vogla të lanë e të fshihen me abdesin që e merë, me namazin që e falë, me gjumon që e falë, edhe agjërimin Ramazani që e banë, këtë gjunat që banë mes tyre, dvoglat, falen. Ama gjunat e mdhoja pa u pendu sinqerisht Allah nuk falen. Andaj edhe përgojimi, edhe bartja e fjalëve, janë gjunat e mdhaja që nëse nuk pendohesh te Allahu, nuk t'i falë Allah. A dini çka hup njeriu me përgojim? Krejt se vapet e veta që I ka bo, kur shkon te Allahu Dhu Gjelal dhe ka përgoju dikend, a I thot, ja Rab, filoni dit e nat, s'like sen pa thonë për mu. Ato që I kumbo pos e pop edhe shumë sene mi shtëjke. E tash këtu janë dy gjunahe. E para është përgojimi, e dyta është shpifja, biftani. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabeve, e tedrune me l'ghibe, e dini çka është gibeti? Tha mja përmend, tha Allahu dhe pejgamberi e din, tha mja përmend Allahu tan atë që ai urren mja përmend. Për shembull, dikush për neve s'ka flok, I thuti qel, ati vjen inati. E ti shkon për inati I thua qel. Që kjo është gibet. Dikush çalon. Edhe s'ka merak me I thon o topall. E ti thua e pabe topallin. Kjo është përgojim, ani se e ka. Po tha, na kena kujtu se mja thon diçka çase ka është gibet. Jo, ka thon, nëse I thu diçka çase ka, atë kjo është biftan, kjo është shpifje, kjo është mëkat I dytë I madh. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu se këto janë gjunahe të mëdha, që nëse shkon te Allahu me këto gjunahe, nesër ai që ti e ke përgoju ti merr sevapet tuja. Halallëk nëse s'ke marrë prej ti në dynja, ai ti merr sevapet që ti ke bo. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ata njerëz që bartin llafe, ka net kafe me njonin, e ka marrë vesh një mesele, edhe shkon te tjetri tha, e di me shka tha filani për ty, ai sa ke shka fol. Bën fitne, I prish muslimant me zvete, I prish vllazit me zvete. Ai be filani hiç bezdoj ke ti. Oj veç shajke. S'ka thon njeri kur gjo keq për të, ama ti e ki marrë llafin e ti, e ki shtu edhe e ke përhap, u ki prish zemrat besimtarve. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qattat, nuk hin xhenet ai që bart llafe. S'ka xhenet për atë njeri. Janë gjunahe të mëdha Allah. E prish vllaun me vllaun, e prish burrën me gru, e prish kojshin me kojshi, e prish ortakin me ortakin, e prish katunarin me katunarin, e prish shokin me shokin. Janë gjunahe të mëdha këto vllazni. Nuk na lën me kon rahat nëse na nuk kemi të vëmendshëm ka si këtu me gjunave. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë te voret, I po dy vore, tha që këto njerëzi bën azab në vore. Pse? Tha se njoni kur shkoj ke në toalet me kry nevojën e vogël, u stërpik me urin, e si rike gale kësaj punës, se ai se ka gale se du të mu fal. E kush e ka gale të falme, ai nuk stërpiket me urin, po I rum pantullet, mos mu stërpik se du të me marr abdes me u fal. A kush për me u bo kabull namazi është me konteshat e pastërta. Tha që ki, a kësi ka shumë djemëtëri që ku shkojnë në toalet, ti ka u boja hinë atyne edhe nuk e kanë gale se as stërpiken nuk stërpiken. Ata që nuk e kanë gale, kanë mu bo azab në varë, para se me shku të Rabbul Alemini. E tha ky I dyti, tha ky I baj ke lafet mes njerëzve. Edhe ki sa ka hinë në varë, ka nisë mu bo azab. O vllazni,
Kush i kryen obligimet karshi Allahut, jeton i lumtur këtë botë dhe në ahiret. Kush i kryen obligimet ndaj shoqërisë, ndaj njerëzve, jeton i lumtur edhe në dunjë dhe në ahiret. Po bile kur shkon për kësaj dunjoje keq na themi valla vdes filoni po burri i mirë kon. Çdo herë nga goja e tij ose një këshill e mirë dilke ose shujke. As përgojojke e as fitnë fesad bëjke. Pse? Sepse e kishte marrë porosinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur tha: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kush beson Allahun dhe ditën e mbram, le të fol mirë ose le të hesht.